Miqtë Prizmës, besoj se i keni parë dhe zhvillimet e fundit të Partia Demokratike. Të partia e cila edhe në mbledhjen e kryesisë dalin gënjeshtra, shpifje. Kryetar partie që i thot që nuk ka qenë fushata dhe një antar i kryesisë i thot merë mrapsht se gënjen. Një parti e cila firmos një dokument dhe pastaj me që kryetari i partisë thot që unë nuk kam firmosur dhe është një gabim, masi e kanë tërhequr, por që masi kanë firmosur 35 vetë, fillojnë e kërkojnë edhe të falur. Është një parti që s'ka as kokë të shima, as këmbë, as bark, as shtyllë kurrizore, as gjë. Është një parti e cila ka filluar përçarjen jo vetëm brenda për brenda saj, por tashmë kryetari i partisë është në problem të madh edhe në hall të madh me familjen e tij. Familja e tij tash i po harxhon para, pavarësisht se i kanë nxjerrë nëpërmjet këtij kryetari partisë ose Sali Berishës, po tash ajo po harxhon para të madhe, nuk e mban dot partinë më. Nuk e mban më me kulisat dhe nuk e mban më me presionin e poshtë. Deri tani Partia Demokratike ka qenë me anë të presioneve të përdorur nga poshtë, por tash më presioni nga poshtë është i ndryshëm. Shpeshherë Sali Berisha i ka thirrur në skenë jo vetëm sejmenit e tij, jo vetëm servilet e tij, jo vetëm vagabondat horrat e tij, për të përjashtuar, për të nxjerrë, i ka rrahur bile duke i nxjerrë jashtë kundërshtarët. Sot nuk e bën dot më. Deri ke sulmi i drejt Selis, ai kishte plot fuqishmërinë edhe t'i rrifte. Ai ishin militantët aty që merrin ai urdhë dhe rrife këtë. Si atë Gjirokastritin, ju kujtohet, i ran një 2-3 herë, kur sulmuan Selin. I kanë rrahur 93, 94, 95, 96, 97. Partia Demokratike sot ka presion të madh nga poshtë sepse e kanë abandonuar. Demokratët e kanë abandonuar. Dhe tani provojnë edhe të rit. Provojnë të lëshojnë në një fjalë, ta kundërshtojnë në atë që konsiderohet lufta e përgjithshme e tyre kundër Edi Ramës. Ata duhet të shesin para publikut se janë të gjithë kundër Edi Ramës, edhe janë të gjithë për çfarë. Edhe me këtë nuk tregojnë asgjë tjetër, po varësinë e tyre. Ata janë Rama dipendent, për to Rama është një drogë, po nuk e përmendën atë, nuk kanë biografi të mirë, sepse kështu i ka mësuar Sali Berisha. Ai duhet bërtasi dhe tjerët të ndjekin shembullin e tij tash. Këta janë bërë klone të cilët bërtasin më tepër. Jemi kundër Edi Ramës, ju pse s'keni sukses për kundër Edi Ramës? Pse s'mblidhni dot njerëz, pse nuk organizoni dot bazën poshtë? Kujtuam se, thot Çalijani, se do flitnim kundër Ramës, se po flasim kundër njëri tjetrit. Edhe sigurisht kjo është një parti si set satanike. Por ka një problem që dikush një mik i imi e tha mirë. Tashmë koka komandohet nga qafa. Dhe qafa nuk është ke Sali Berisha, po është ke familja e Sali Berishës. Atyre po ju prishin interesat. Partia Demokratike jeton edhe në sajt të moshave që i jep pushteti, i jep Edi Rama, pikërisht ky Edi Rama. Me anë të atij Bektashit kanë marrë investime të reja edhe në Berat bile, mirë në Tiranë, për të ndërtuar, siç është kontakti në Tiranë, po ndërtohet edhe në Berat, po ndërtohen edhe në vende tjera, janë gjitha leje ndërtimi që i jepen. Dhe që sigurisht i përfiton dhe Abi që është jashtë burgut. Pavarësisht se bëjnë sikur kundërshtojnë, ato marrin leje ndërtimi, marrin para, i marrin edhe në qendër. Të gjithë aty, përfshi edhe atë Mulnokën, cilit ju kërkua nga disa eksponent, bile 2-3 dhjetërisë aty që i kanë thënë duhet largohesh bas me gazmet bardhin. Njerëzit më të paramerituar, njerëz që i bën si bodyguard, ignorant, papazan. Asgjë bërë si Flamur Noka dhe gazmet bardhi që nuk dihet se për kë punon. Çfarë bën edhe ku luan, ku i ka dashuritë e tija politike të mëdha. Vuan firmat edhe pastaj kërkojnë të falur pse kanë vendosur firmat për Endris Shabanin. Kjo është parti set satanike. Dhe kjo lloj partie tash
kërkon të vinë në pushtet, bile kërkon rrëzimin e qeverisë, kërkon rrëzimin e Edi Ramës, ata s'mund të jetojnë pa Edi Ramën. Partia Demokratike e sotme e ka të ndisur e Sali Berishës, tashmë në kontradikt hapur dhe me familjen e Sali Berishës. Dhe kur them familjen, them me Argitën, me Abin dhe me Shkëlxenin. Absolutisht ata nuk mund të durojnë më plakun, ai po luan mëndsh. Po i merr në qafë edhe financiarisht, po i merr në qafë, i ka marrë në qafë edhe politikisht. I ka marrë në qafë se sigurisht kudo që të shkojnë ata janë nën grata. Janë nën grata. Ju përmendet kudo, në çdo aeroport i shohin nën grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se nuk është vetëm Sali Berisha, është edhe familja e tij. Të gjithëve ju a thonë këtë punë, dhe nuk është e mirë për të. Në fundit, pse është ky njeri i tillë, pse ta psojnë ata, është në mënyrë që amerikanët të dëshkojnë në këtë lloj drejtimi. Jo se po mdhimen, se ato nuk mdhimen dhe janë si familja Hoxha. Problemi është bile më keq se familja Hoxha. Akoma më keq. Për këto 35 vjet janë më keq. Kanë shkaktuar më fatkeqësirat mëdha. Dhe është ky njeri tash që vazhdon, ka mbi supet e tija 10 fakte klamëros të shkatërimit të ekonomisë, financave edhe të shtetit shqiptar, të hedhjes në herë një fshati komplet, të vrasjes në bulevard, të grabitjes madhështore për gjithë atë që quan rrugja kombit, pa mbaruar 6 ura dhe duke punuar keq, dhe duke grabitur, pa plan fare, pa projekt fare. Lubi Balluku thot. Këta janë jo lubi, po këta janë stër lubi. I mësoj të gjithë që të shajnë, të fyen, ta bëjnë këtë popull që tjetë populli më gojaç, sidomos ata të Facebookut, më ndyrësirë në gojë, sepse këto nuk përgjigjen. Ajo Balluku, kur ky i thot mesa kriminalit edhe Lubi Balluku duhet i përgjigjet, mor legendë, thot, mor ple. Kujt i thuat i kështu? Pa jo nuk i thot kështu, sepse o është e tillë për i mend, edhe s'ka çaj thot, ose ka mësuar një zakon të keq, mos përgjigjet. Si e lejon të thot fjalë tilla? Gjyshi i saj është pushkatuar nga Enver Hoxha. Kur Sali Berisha futesh në shtëpinë e Enver Hoxhës, dhe kjo nuk i përgjigjet, ai duhet i përgjigjet 1 për 1. Edhe për më tepër pastaj demonstrimet e një të shmendur, një mitomani tjetër. Akoma më keq se Sali Berisha që jeton Adriatik Llapaj, bashkë me disa mistrec aty, ignorant, të cilët duan edhe dreka darka, njerëz që s'kan bërë asgjë, dhe që du t'ju vinë njerëzit, shajnë, po të shofësh Facebookut e tyre, gjithë Shqipëria dhe gjithë njerëzit që nuk ju vinë mrapa shajnë për tyre, fyen në mënyrë tragjike. Imagjinoni kush mund të zëvendësoj Sali Berishën edhe Edi Ramën, Adriatik Llapaj, në origjina prej bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit dhe njerëzve që kanë përfituar, si nga njëra anë dhe nga ana tjetër, sidomos nga ana e atij që thotë ti duhet të largohesh nga kjo. Njerëz që duan pastaj edhe generator, duan edhe drita për të protestuar, këta si në Bullgari dhe Rumani, dhe shajnë gjithë popullin shqiptar që s'ju vjen me veti. Imagjino çfarë mitomanie, çfarë të fantepsurish njerëz, konglomerat ignorantesh edhe arrogantesh që shpik këmen. Dakord miqtë e mi?